Hetimi drogës kundër të famshmëve vazhdon me shpejtësi të plotë, ndërsa shumë emra u ndaluan, një i ri u shtua këtyre emrave. Policia qerti në xhirimet e serialit Sea of Fire, i cili po përgatitet të takojë audiencën, ndaloi aktorin Erdem Kajnaraca, i cili është dhe aktori kryesor i serialit. Policia, e cila u mësua se kishte ardhur në set si pjesë e hetimit të substancës së ndaluar, shkoi te aktori që po përgatitej për skenën në karavan. Ai u nxorr nga karavani, makina e tij u kontrollua fillimisht, u mësua se automjeti doli i pastër. Aktori, i cili dha jetë personazhit të Nezhiut në serial, më pas u dërgua në komisariat i shoqëruar nga policia. Xhirimet u pezulluan për një javë për shkak të këtij incidenti. Erdem Kajnaraca u lirua pas deklaratës së tij, u morën mostra flokësh dhe gjaku.